Provimi kombëtar për ciklin bazë të arsimit për klasat e 5 të shkollave nëntëvjeçare u mbajt sot në Lushnjë dhe në të gjithë vendin. Janë 8 qendra në rreth ku 561 nxënës zhvilluan provimin. Nxënësit me aftësi të kufizuara që frekuentojnë shkollën do të jenë pjesë e tij, por sigurisht në planin individual edukativ me të cilin punojnë bazuar mbi veçoritë e tyre. Testi ka kombinuar pyetjet nga gjuha shqipe, matematika dhe dituria e natyrës. 11 vjeçarët e shkollës jo publike nënshkruesi pavarësisë në Bisefa, gjithashtu dhanë sot për 1 orë e 30 minuta provimin shoqëruar me emocione. Në fillim kur u futëm për të bërë testin kishim emocione, por pas një gjysmëore kuptuam që testi ishte i lehtë dhe filluam ta plotësonim. Gjithashtu mësuesit atje ishin të mirë dhe nga mësimet që mësuesja jonë na ka dhënë dhe na ka përgatitur për këtë test, ne plotësuam të gjitha ushtrimet me lehtësi. Një falënderim edhe për mësuesen time që gjithmonë e gatshme për na ndihmuar neve. Në fillim ne kishim shumë emocione, por më pas filluam ta kuptonin që testi ishte i lehtë. Filluam t'i plotësonin edhe me një lehtësi shumë të madhe. Falenderojmë Zyshën që ka përkushtuar kaq shumë kujdes ndaj nesh, edhe shpresoj që të kemi dalë sa më mirë në test.